Ashtu siç ndodh gjithmonë në çdo skandal, krim apo ngjarje, mediat greke vijojnë të bëjnë fajtor të parët shqiptarët. Mediat e Athinës kanë shkuar deri aty sa kanë ngritur dyshime se droni detar misterioz që u gjet në Lefkada të Enjten mund të jetë nisur nga Shqipëria. Droni u gjet brenda një shpelle me motorin e ndezur. Pjesa e sipërme kishte sensor të veçantë, antena dhe pajisje komunikimi me teknologji të lartë. Është një USV, një anije sipërfaqësore pa pilot që përdoret kryesisht për qëllime ushtarake, të tilla si mbikëqyrje, mbledhje inteligjencë apo operacione speciale, por edhe të kërkimeve të avancuara shkencore. Pas verifikimeve u konstatua se bëhet fjalë për një dron i cili përdorej nga ushtria ukrainase. Është shumë mister se si ky dron ka arritur në brigjet greke, por media greke Militarie.gr, që merret me çështjet e mbrojtjes, duket se ka gjetur fajtorët. Ata janë shqiptarët dhe turqit, sipas kësaj medie, e cila për hir të së vërtetës nuk është se merret për shumë për bazë. Droni mund të jetë nisur nga turqit në bazën e Pashalimanit. Pyetja se nga e kishte origjinën dhe nga e kontrollonte dronin mbetet pa përgjigje. Megjithatë, shumë njerëz mendojnë për Shqipërinë, ku thuhet se turqit mbajnë një bazë detare. Turqia mban një prani në bazën detare të Pashalimanit në gjirin e Vlorës në Shqipëri, e cila përdoret nga marinat shqiptare dhe turke. Baza e financuar nga Turqia konsiderohet strategjike dhe e rëndësishme për ndikimin turk në rajon, kush mund ta përjashtojë mundësinë e bashkëpunimit midis turqëve dhe ukrainasve. Vetëm qeveria greke, nëse vendos të ndalojë së heshturi, duhet të merret si e mirëqen që Athina do t'i kërkojë Kievit shpjegime, apo ndoshta nuk është aq e vetkuptueshme. Shkruhet në artikull, duket qartë që është një shashk mediatike dhe mediat greke janë bërë mjeshtre të dezinformimit kur vjen puna te shqiptarët.